Bekim Qoku do të jetë koordinatori i ri i grupit parlamentar të koalicionit Vlen, grup ky i cili do të jetë i përbërë nga 9 deputet. Informacionin për Alsat e konfirmoi vetë deputeti Qoku. Megjithatë, zyrtarisht ky informacion nuk është dërguar ende në kuvent. Deri në këtë moment nuk ka arritur asnjë shkresë sa i përket rishpërndarjes së deputetëve në grupe parlamentare. Procedura sa i përket grupeve parlamentare në kuvent është e rregulluar me rregullore. Koordinatori aktual i koalicionit Vlen, Halil Snopçe, i cili vjen nga Asheja e Teravarit, thotë se nëse ky informacion është i vërtet, atëherë ata do të jenë të detyruar të formojnë grup të ri parlamentar me 5 deputetët e tyre. Nëse ndodh kjo dhe nëse Asheja largohet nga qeveria, atëherë kjo do të imponojë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, sepse siç tha, nuk mund të ketë qeveri me vetëm 9 deputet shqiptar. Unë s'kam informacion të tillë. Pra, unë ende jam koordinatori i grupit parlamentar Vlen. Por, në qoftë se është e vërtetë ajo që thoni ju, pra në qoftë se i drejtojnë kuvendit me 9 nënshkrime të 9 deputetë tjerë që kanë bërë grup tjetër parlamentar, kuptohet që Aleanca për Shqiptarët nuk ka opsion tjetër dhe do vazhdojë si grup i veçantë parlamentar me 5 deputet. Vendimi për formimin e një grupi të ri parlamentar nga ana e Vlen vjen pas mbledhjes së brëmshme ku vendos që Vlen të funksionojë si një subjekt i vetëm dhe me kryesi të përbashkët.